Këto janë tradicionalet e gjishës time dhe të mamas time. Turistat vinë që nga Kina, Afrika, nga të gjitha shtetet. Jam 82 vjeçë, dua të punoj, nuk dua të ri. Unë jetoj gjithmonë në Himar, që kur kam lindur deri më sot. Kam vajtur dhe në Greki, tek fëmijët e mi dhe kam ardhur prapë. Mini biznes që na ka shtirë turizmi që vjen nga jashtë dhe kërkojnë për të ngrënë mëngjese dhe jemi detyruar të bëjmë ato traditat e gjishës të mamas edhe në vazhdim. Ne afrojmë byrek me spinaq, byrek me qep dhe me domate. Këto janë tradicionalet e gjishës time dhe të mamas time. Afrojmë llukumadis që bëjmë neve, petulla, afrojmë kos me fruta, afrojmë këto nuk janë të gjishës time, këto kos me fruta dhe avokado toste dhe këto janë të shoqme këto. Kurse këto që kemi kryesoret, omelet, petulla dhe llukumadis. Këto janë kryesore, byrek me qep dhe byrek me spinaq. Këto janë 5 gjërat të fshatit.